Ndërkohë, ish deputeti i Partisë Demokratike, Dashnor Sula, është emëruar zyrtarisht krye inspektori përgjithshëm. Emërimi i tij është bërë sot në mbledhjen e qeverisë. Sula zëvendëson në këtë detyrë Shkëlqim Hajdarin. Mirë, në këto momente do të kem në një lidhje të drejt për drejt gazetaren tonë Eksiola Shehu, sa i takon edhe mbledhjes së qeverisë. Eksiola, të përshëndes, mund na tregosh pak më qartë se çfarë vendimesh ka marrë qeveria këtë të premte? Të përshëndes, Nancy, është mbajtur ditën e sotme në orën 10, mbledhja radhës e qeverisë. Në fakt, ajo është kryesisht ditëve të mërkura, por për shkak të një vizite zyrtare në Vatikan të kryeministrit Edi Rama, i cili është kthyer në Shqipëri mbrëmjen e djeshme, në drejtimin e tij, ditën e sotme në orën 10 është mbajtur në godinën e qeverisë mbledhja radhës e Këshillit Ministrave. Ka pak çaste që ka përfunduar, ndërsa burime për Euronews Albania bëjnë me dije 2 emërime dhe vendime, ndër të cilat ka edhe të tjera, padyshim projekt vendime apo vendime të këshillave të ministrit pikërisht sa i takon çështjeve të ndryshme, por për të ndalur tek 2 emërime, në fakt siç ti e bëre me dije, një opozitar, ish deputeti i Partisë Demokratike, i përfolur më herët në fakt për emërimin e tij në krye të inspektoriatit të përgjithshëm, do të jetë Dashnor Sula. Ditën e sotme është marrë vendimi në Këshillin e Ministrave ku ish deputeti i Partisë Demokratike Dashnor Sula do të jetë krye inspektor i përgjithshëm. Emërimi i tij, siç përmenda, është marrë vetëm pak çaste më parë në mbledhjen e qeverisë, ka qenë në fakt një emërim dhe emri i tij është përfolur gjatë javëve të kaluara, megjithatë nuk ka pasur diçka zyrtare derisa ditën e sotme është marrë vendimi përfundimisht me emërimin e tij në krye të inspektoriatit të përgjithshëm. Dashnor Sula zëvendëson në krye të si krye inspektori të përgjithshëm Shkëlqim Hajdarin, i cili e mbante këtë postë që prej vitit të 2016. Ndërkohë, nga ana tjetër, Shkëlqim Hajdari, i cili dha pikërisht dorëheqjen nga posti që mbante që prej vitit 2016, është vendosur prefekt i qarkut të Tiranës. Këto janë 2 emërime të cilat janë marrë ditën e sotme në mbledhjen e qeverisë, por do doja të theksoja se Dashnor Sula nuk është i vetmi opozitar i cili rrjeshtohet në krah të qeverisë dhe vendoset në një post publik. Kujtojmë se më herët në të shkuarën janë emëruar po ashtu Silva Caka, Endrit Brahimllari në radhët e Partisë së Lirisë apo në radhët e Partisë Demokratike, si rasti i Genc Deromemës në Vlorë apo edhe rasti i Blendi Sulaj. Pra është i fundit, por jo i vetmi, duhet thënë, rasti i ish deputetit Partisë Demokratike i cili merr një post publik. Po, Nancy? Eksiola, edhe një pyetje, si janë pritur këto emërime nga politika? Deri më tani, publikisht nuk ka patur një reagim, padyshim që interes më të madh publik përbën emri i Dashnor Sulës, i cili ka qenë deputet në legjislaturën e kaluar në radhët e Partisë Demokratike. Do të shohim nëse vetë Sula do të zgjedh të ketë një reagim përmes rrjeteve sociale për këtë emërim apo për këtë ftesë të marrë, nuk dim si ka qenë në një ftesë ndoshta e kryeministit Rama drejtuar tij, apo jo do të mbetet për të parë në vijim. Ndërkohë, sa i takon zotit Shkëlqim Hajdari, ai ka mbajtur një post publik të mëhershëm, post të cilin tani më do ta ketë Dashnor Sula, megjithatë ky i fundit do të mbetet për të parë nëse përmes rrjeteve sociale në vijim do të ketë një reagim për këtë post të ri publik në këtë institucion ku tani më herët ka qenë i rrjeshtuar, siç përmenda, në krah të opozitës dhe deputeti i opozitës, pra ka qenë përballë pushtetit dhe kryeministrit Rama, ndërkohë tani më do të jetë në krah të tij duke shërbyer si kryeinspektori i përgjithshëm, një post i rëndësishëm, duhet thënë. Qartë, Eksiola, të falenderoj për këtë lidhje. Mirë,